Gjithçka çonte drejt një parashikimi suksesi. Më pas kuptohet që situata pati një ndikim nga situata që ne as nuk e parashikonim, as nuk e dinim në janar, shkurt, mars, kur kjo, si themi, kjo bisedë zyrtarizuar, dhe ne nuk e dinim, edhe këtu theksojmë në këtë pjesë, që nuk ka asnjë lidhje koncerti me një lloj anti-proteste. Jo, sepse dije ishte që në janar. Koncerti është menduar përpara dhe ne si shtet duhet ta themi dhe duhet na kuptojnë dhe qytetarët dhe duhet ta respektojnë jo për ne, jo për Blendin dhe jo për Partinë Socialiste sot apo mandatin ton sot apo kush është sot qeveri, po shtetet kur japin fjalën është shumë e rëndësishme që të mos ta bëjnë fjalën e tyre të pavlerë. Shteti kur jep fjalën, shteti kur angazhohet, duhet mbajë angazhimin e vet deri në fund sepse nuk është çështja e këtij eventi, por është çështja e reputacionit të shtetit. Shteti nuk mund të ketë nesër një këngëtar të madh që të mund besojë një shtet shqiptar, nëse ne sot i themi eja, pastaj i themi të mbështesë dhe pastaj në fund fare pasi shohim që ka një protestë, fusim kokën në rër si strusi dhe themi që vrit veten. Pra, ideja është që ne duhet jemi këtu edhe kur ka kosto, edhe pse ka kosto politike, unë e kuptoj, unë kam marrë kosto politike. 50.000 pensione do mbështeteshin me 4.2 milion euro. Kam parë kritikët, madje thonë një tjetër, që ta them të plot. Madje thonë dhe këtë që në fund ditës nuk do merrte kosto shteti, sepse është një organizim privat, po dështonte kompania, nuk do dështonte Shqipëria. Është një mendim shumë sipërfaqësor ta mendosh shtetin një subjekt abstrakt në vendin e vet, në kufit e shtetit vet, ku shteti është përgjegjës jo vetëm për marrëvajtjen e punëve që shteti bën dhe që ofron dhe shërbime publike, por shteti është marrëvajtës për të gjithë shtëpinë. Shteti është marrëvajtës për të gjithë anëtarët e shtëpisë. Nëse anëtarët e shtëpisë me punën që bëjnë dhe me aktivitetin e tyre mund të shkaktojnë gjithë shtëpisë dëme, atëherë i pari i shtëpisë, në këtë rast qeveria, ndihmon anëtarin që mund të ketë hyrë në një projekt i cili nuk çohet dot deri në fund dhe gjykon, shikon, monitoron, vlerëson dhe kur e kupton që dëmi që mund të vi në rast se ajo që ky antar, ky projekt në këtë rast mund të shkaktojë shtëpisë, është më i madh se sa si themi ajo që kreu i shtëpisë do harxhonte për ta ndihmuar pjesëtarin e familjes, që është në këtë rast ky projekt, atëherë shteti, në këtë rast i pari i shtëpisë, vendos që të investohet në këtë projekt pjesërisht për të bërë të mundur që të garantohet të mbrohet ky projekt, sepse kështu nderohet e gjithë shtëpia. Ska ilaçe thonë njerëzit, për shembull tek reparti i tumorit. Shumë sipërfaqësore, më vjen keq për këtë gjë. Unë nuk dua. Është një kritik që edhe ju e keni hasur. Unë nuk dua që të prek asnjë lloj ndjeshmërie. Unë nuk do bëj as propagandë, se i kam dhe një pjesë shifrave në kokë se sa më shumë kemi investuar. Jo, po qëndrojnë apo jo, sepse janë kritika që edhe ju i hasni shumë. Nuk mund të jetë kështu. Nëse do e shohim, se unë kam jetuar sa vite në Gjirokastër, por nuk jam gjirokastrit. Nëse do e shohim, po themi me një këndvështrim prej, po themi një opinion shumë konservator për shpenzimin, unë do t'i vërtetoja pasi eventit mbaronte që 4.2 milion euro, ndoshta duke i hequr dhe një pjesë të taksave dhe të VSH-s që mbahen për shkak të gjithë blerjeve që bëhen me këto para, të cilat janë prapë shtetit, pra këtu 30% janë prapë shtetit, dhe nëse do të donim, po themi të vinim në kandar 3 milion euro afërsisht që shteti do harxhonte, do nxirrte për këtë investim, unë e quaj investim që shteti po bën, me siguri që nga të gjithë taksat dhe të ardhurat dhe nuk po llogaris fare të VSH-n, po vetëm taksat direkte, lokale dhe qendrore, nuk diskutohet minimumi, ne do kishim marrë 2 fishin, flas vetëm për taksat. Nuk po flas për xhiron, përfitimin, impaktin socioekonomik që mund të sjellë eventi dhe që është direkt në një aspekt dhe që është dhe indirekt në një aspekt tjetër që flasim pak më mbrapa. Por në aspektin po themi strikt të asaj që është, po themi të futura në arkën e shtetit, vetëm nga ky event, kthim mbrapsh, nëse ne japim 3, me siguri do marrin 6 ose jo më pak se 6. Kështu që këta që janë, po themi më nuk po them kurnacët, po këta që janë pak më të shtrënguarit nga kjo gjë dhe thonë mos, këto para duhet të kishim blerë me njëherë disa pajisje diku tjetër. Ju them që për punë ditësh do kenë jo aq para, po 2 fishin e tyre për të blerë ato pajisjet që ata mendojnë se duhet blejmë ke spitali onkologjik apo tek spitali ku duhen qendra mjekësore apo ke urgjenca apo ke trauma. Pra këtu jemi duke folur për një investim i cili dhe mora vetëm taksat, i cili do të sjellë më shumë arkës shtetit në punë ditësh. Pra kjo është një gjë që duhet ta kuptojmë që i pari shtëpisë, në këtë rast qeveria, ka përgjegjësinë edhe për të parë pak më larg sa pragu derës, edhe për të gjetur më shumë të ardhura dhe për të futur ato në ekonominë e shtëpisë, që është ekonomia e shtetit tonë, edhe kjo gjë pastaj sjell një efekt zinxhir,
E këtu kemi të bëjmë me njerëz të cilët po themi 75% e sipër, duhet jenë diku tek 78% në këto moment që flasim, të atyre që kanë bërë bilet janë shtetas të huaj, pavarësisht se mund të jenë shqiptar me pasaportë huaj, po janë shtetas huaj. Pra nuk ka të bëjë me mos shitjen e biletave, sepse kam parë lajme në media që qeveria po e mbështet sepse nuk po shiteshin bileta mjaftueshme. Ka të bëjë me të gjitha elementet. Unë nuk fsheh asgjë. Pra nuk kam se mbuloj asgjë, se s'kam se të kem asnjë kompleks. Nëse ne do kishim një sold out të këtij eventi nga fillimi sa më parë, nuk diskutohet që do kishte një buxhet shumë më të madh promotori ose dy promotorët, njëri është gjerman dhe njëri është shqiptar, do kishin një buxhet shumë më të madh, do kishin më pak nevojë për ndihmë. Megjithse kostoja e këtij eventi e theksoj, ishte relativisht e lartë për shkak se ne nuk kishim mundësi ta bënim te Albania. Por nga ana tjetër, ndërhyrja jonë ishte jo vetëm për të plotësuar, si më thën, mungesën financiare, po ishte në radhë parë për të mos lejuar që të kishim një dëm që do ishte një imazh, që do ishte një turpërim, një zhgënjim për vendin tonë, dhe nga ana tjetër mendoni sa hotele, sa shtëpi, sa apartamente, sa qera, sa konsum, rezervime, lëvizje, transport, po themi, ku diun, restorante, pra gjithçka, gastronomia, gjithë suvenire e tjerë, gjithë ta do ndikoheshin nga një mungesë e ardhjes së këtyre njerëzve, ndërkohë vetë ata njerëz do kishin një problem sepse një pjesë e mirë e rezervimeve dhe pagesave tyre do ishte shumë problematike të kthehej, edhe nga hotelet, po edhe nga bizneset e ndryshme shqiptare. Pra këtej do dëmtonim shqiptarët, andej do dëmtonim dhe ata që do duhet ta kujtonin Tiranën, mbas se s'kishin ardhur ndonjëherë, dhe do ngeleshte një përshtypje shumë e keqe nga ky rast. Nga ana tjetër ne kishim shqiptarët vetë, të cilët kjo është pjesa jonë kryesore, për cilët ne punojmë dhe jemi në këtë detyrë, që është qeverisja e vendit tonë, do kishim mbi 15.000 shqiptar, të cilët vendas, të cilët kanë pre bilet, të cilët kanë pas dhe ata të drejtën e tyre, që mos kishin një zhgënjim në këtë rast. Edhe pse ka pasur raste që ai ka pasur anullime, edhe pse ndodhen protestat, po edhe pse po themi ky ishte një event që ndoshta promotorët nuk e përllogaritën mirë. Këta 12.000, 13.000, 14.000 veta kanë të drejtën. Zotë që po jepni bileta falas. Dalim dhe ke kjo, këta të parët kanë të drejtën. Po mos kanë një të japësh bileta falas. Ne duhet t'i mbrojmë edhe ata të parët. Tani pse? Nuk është vetëm fjala për të, si më thëmë, për mos shkuar dëm bileta e tyre. Po është një gjë e cila ka të bëjë me një brez, ka të bëjë me njerëz, ka të bëjë me shije, ka të bëjë me... Dakor, se duat që ta kalojmë këtë. Ka të bëjë me nevojë, ka të bëjë me... Dalim pak edhe bileta, se kemi dhe qytetarë që duat flasim bashkë. Po edhe krenaria që unë e pash dhe u bë je në Tiranë. Unë isha në event në Tiranë. Unë në qytetin tim në Tiranë kam eventet të këtij niveli. Edhe në Tiranë ka eventet të këtij niveli. Unë shkova dhe e nxora në gjithë rrethet e mia që isha në një event të këtij niveli. Domethënë është